Big Brother Kosova, kur produksioni dhe llapa e limit e çmendën Albën, një lojë emocionesh të manipuluara, në historinë e Big Brother Kosova ka pasur shumë debate, përplasje, xhelozi dhe skena dramatike. Por ajo që ndodhi së fundmi në shtëpi shënon një nga momentet më të errëta emocionalisht për një banore. Alba, një nga figurat më të ndjeshme dhe më të ekspozuara emocionalisht të këtij edicioni, u gjend në qendër të një stuhje që nuk u krijuar rastësisht. Kjo nuk ishte thjesht një shpërthim nervash. Ishte rezultat i presionit të vazhdueshëm psikologjik, i lojës së dy fish, i fjalëve të paqëndrueshme të Liminit dhe i një produksioni që zgjodhi ta shtyjë situatën deri në kufit e durimit njerëzor. Alba, nga vajza e qetë të simboli i shpërthimit emocional, që nga dita e parë, Alba u paraqit si një vajzë e drejtë për drejtë, emocionale, e sinqertë dhe e pambrojtur. Ajo nuk hyri në shtëpi me strategji të ftohta apo plane manipuluese. Loja e saj ishte zemra, ndjenja dhe besimi, por pikërisht kjo e bëri atë më të cenueshme, në një ambient ku çdo fjalë regjistrohet, çdo shikim analizohet dhe çdo ndjenjë shfrytëzohet për audiencë. Alba u bë shënjestër perfekte, llapa e limit. Fjalë që ngatëruan mendjen dhe zemrën. Limini, një banor që shpesh flet shumë dhe mendon pak, krijoi një raport të paqartë me Albën. Fjalët e tij ishin të buta, por veprimet kontradiktore. Një ditë afrohej, ditën tjetër distancohej. Njëherë premtonte sinqeritet, herën tjetër bënte lojë me nënkuptime. Kjo llapë e vazhdueshme i krijoi Albës shpresa, e mbajti emocionalisht të lidhur dhe njëkohësisht e la pa siguri. Limini nuk vendosi kurrë kufi të qartë. Ai nuk tha as po, as jo. Dhe kjo është forma më e rrezikshme e manipulimit emocional. Produksioni, spektator apo dirigjent i kaosit në Big Brother, produksioni nuk është kurrë neutral. Ai sheh gjithçka, di gjithçka dhe zgjedh çfarë të nxjerrë në pa dhe çfarë të hesh. Në rastin e Albës, produksioni lejoi afërsinë emocionale pas qarime. Nuk ndërhyri kur tensioni ishte i dukshëm, ekspozoi momentet më të ndjeshme të saj, dhe kulmi erdhi kur produksioni e bëri të pamundur që Alba të mos shite puthjen e Liminit me Dolcenën. Një skenë e vendosur në kohën dhe vendin më të keq të mundshëm, ishte si një provokim i heshtur. Momenti i puthjes, pika e fundit e durimit, kur Alba pa Limin dhe Dolcenën duke u puthur, nuk pa thjesht një puthje. Ajo pa mohimin e ndjenjave të saj, përqeshjen e durimit të saj dhe vërtetimin se ishte përdorur emocionalisht. Në atë moment, çdo fjalë që Limini kishte thënë më parë u kthye si thik pas shpine. Bidoni i ujit, simboli i shpërthimit. Jo dhunës, hedhja e bidonit me ujë nuk ishte akt dhune. Ishte shpërthim emocional, një klithmë pa fjalë. Ishte momenti kur një njeri i shtyrë në cep nuk di më si të reagojë. Banorët mbetën të shokuar. Disa u larguan, disa u përpoqën ta ndalonin, por askush nuk mund ta ndalte atë çfarë ishte ndërtuar për ditë të tëra. Reagimi i shtëpisë, gjykimi i shpejt, empati e pakët. Pas incidentit, Alba u pa më shumë si problemi se sa si pasojë. Shumë banor e gjykuan për reagimin, e quajtën të paqëndrueshme, harruan arsyen që e çoi aty. Ndërkohë, Limini vazhdoi të flasë, të justifikohet, të relativizojë, pa marrë asnjë përgjegjësi të qartë. Publiku, dy kampe, një debat i madh jashtë shtëpisë. Publiku u nda në dy kampe: 1. Ata që e mbrojnë Albën dhe shohin një vajzë të thyer emocionalisht; 2. Ata që fajsojnë reagimin e saj, duke anashkaluar shkakun. Por pyetja kryesore mbetet, a do të reagonte Alba kështu, nëse nuk do të ishte shtyrë deri në atë pikë? Një pasqyrë e errët e reality show-ve, rasti i Albës tregon se Big Brother nuk është vetëm lojë. Është një eksperiment social ku emocionet përdoren si mjet argëtimi. Kur produksioni hesh dhe banorët luajnë me ndjenjat, dikush gjithmonë lëndohet. Këtë herë, ajo ishte Alba.